Një ngjarje e rëndë tronditi Aquila në Itali. Një emigrant shqiptar 48 vjeçar ekzekutoi për motive xhelozie ish bashkëshorten dhe të dashurin. Vrasja e dy fish ndodhi në një qendër tregtare, kur autori Burhan Kaplani qelloi me pistolet ish gruan Orieta Boshti 36 vjeç dhe të dashurin e saj të rish Pëtim Hana dhe më pas u vedorëzua te karabinierët. Hetuesit morën në pyetje disa dëshmitar për të ndërtuar dinamikën e ngjarjes që ndodhi në një parkim. Siç bëjnë të ditur mediat italiane, Burhan Kaplani zuri prit në parkingun e një supermarketi, ish grua së tij me të cilën kishte 4 fëmijë të mitur. Ajo ndodhej në shoqërinë e të dashurit dhe të dy sapo kishin hipur në automjetin tip Opel Zafira, kur 48 vjeçari u afrua dhe qelloi për vdekje të shoqen me një plumb pranë veshit, teksa ajo ndodhej ende në makinë. Hana tentoi më pas të largohej për të shpëtuar nga agresori, por plumbat e pistoletës e prekën në shpinë duke e lënë edhe atë të vdekur në vend. Karabinierët sekuestruan armën e krimit, një pistolet që u gjet 300 metra larg vendit të ngjarjes. Gjithashtu në të policia zbuloi edhe 2 plumba brenda supermarketit në qendrën tregtare. Në momentin e vrasjes ndodhej edhe nëna e gruas. Më pas mbërriti vëllai i saj, por ai nuk u lejua t'u afrojë trupave të vrarë. Ish bashkëshortja e tij Orieta Boshti kishte hapur një proces gjyqësor për divorcin nga Kaplani. Autori vrasjeve ishte në gjendje të mirë ekonomike pasi kishte në zotërim një kompani të tregtimit të mermerit. Ngjarja shkaktoi panik në qendrën tregtare, ku u mblodhën një numër i madh njerëzish. Gjatë marrjes në pyetje, vrasësi pranoi se ishte një krim pasioni dhe se e kishte vrarë gruan sepse nuk e pranonte dot ndarjen nga nëna e fëmijëve të tij. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë.